Një shtetas francez humbi jetën pasi automjeti që ai drejtonte u godit nga një tjetër mjet. Aksidenti ndodhi rreth mesnatës së të enjtes në superstradën Lezhë-Laç, pranë kryqëzimit të Spitanit. Viktime e këtij aksidenti mbeti shtetasi Alian Peron, 65 vjeç, banues në Francë. Ai mori dëmtime të shumta në pjesë të ndryshme të trupit dhe pavarësisht ndihmës së parë mjekësore, nuk arriti të mbijetojë dhe humbi jetën disa orë pas ngjarjes në Spitalin e Traumës në Tiranë. Makina me cilën lëvizte francezi u godit nga një Mercedes-Benz, drejtuesi i të cilit u largua nga vendi i aksidentit, por u arrit të identifikohet brenda një kohe të shpejtë dhe të arrestohet nga policia. Ai është Samuel Çela, 23 vjeç, banues në Fushkuqe, të cilit janë ngritur akuzat shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe largim nga vendi i aksidentit. Siç shihet dhe nga pamjet, përplasja ka qenë mjaft e fortë, duke sjellë dëmtime të shumta të makinave, të cilat pas aksidentit dolën jashtë rruge. Ndërkohë nga veprimet paraprake hetimore bëhet me dije se shkak për përplasjen është bërë shpejtësia me të cilën lëvizte drejtuesi i automjetit tip Benz, 23 vjeçari Samuel Çela.